fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Ndonjëherë kur lutemi, ndjejmë prezencën e Perëndis shumë fort pranë nesh. Herë të tjera, na duket sikur Zoti ka shkuar shumë larg. Dikush ka thënë me ironi: "Nëse Zoti duket sikur ka shkuar larg, gjeni kush ka lvizur." Por nuk mendoj se kjo është domosdoshmërisht e vërtetë, sepse do të ishte e barezvlefshme me pohimin se nëse nuk mund ta ndjesh praninë e Zotit, atëherë ai nuk është i pranishëm. Ndjenjat janë diçka që pasojnë besimin, edhe jo e paraprin atë. Më pëlqen ilustrimi i njohur i një treni ku fakti është lokomotiva. Besimi është vagoni i lidhur pas lokomotivës, dhe pas tij vjen vagoni i ndjenjave. Pra në fillim janë faktet, pastaj vjen besimi, dhe më pas ndjenjat. Mojsiu tha se Perëndia është gjithmonë pranë nesh kur lutemi. Që të mos kemi dyshime, ai shkroi këto fjalë: "Cili kombi madh ka në fakt Perëndinë aq pranë vetes, si Zotin Perëndin ton, që është pranë nesh sa herë që e kërkojmë." Vetëm për shkak se jetojmë në një univers me përmasa të mëdha, mos u mashtroni të mendoni se Perëndia nuk është aty me ju kur luteni. Mos e besoni këtë gjë për asnjë moment. Zoti ynë është i madh dhe është i kudo ndodhur. Davidi u përpoq të mendonte për një vend ku Perëndia nuk është i pranishëm, por nuk mund ta gjente. Prandaj tha: "Ku do të mund të shkoja larg frymës sate? Ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtrij shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty, dora jote do të më udhëheq, dhe dora jote e djathtë do të më kap." Pra kur luteni, kujtoni miqtë mi se Zoti po ju dëgjon. Mojsiu tha: "Zoti, Perëndia ynë, është pranë nesh sa herë që i lutemi. Ai kushton vëmendje çdo fjalë tonën." Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.